Sot data 16 shkurt 2026. Nesër është 17 shkurtit 18 dhjetori i pavarësisë së Republikës Kosovës, të cilën e ka shpall Hashim Haxhi Sinan Thaçi, edhe i cili me shokët e vet çlirimtar që 5 vite derdhën në burgjet e Hagës padrejtisht, me akuza false të Serbisë edhe të tradhtarëve shqiptar që shkojnë bën spionazha e nuk guxojnë me dalë as me emra as me ftyra. Nesër kemi një protestë Prishtinë gjithë popullore kundër specialës prokurorëve e pro-qlirimtarëve. Zoti ja bon të mundshëm më liru qlirimtarët gjatë këtij viti sa më shpejt, më kthy ngjyrin familjar edhe në atë dhëun e tyre për të cilin luftuan, edhe kemi dhënë mbi 400 masakra, me mijë dëshmorë, me mijë të zhdukun hala pa u gjetë. E ndërsa kriminalet që kanë bërë krimin në Kosovë, Serbët, anën shëtitët të lirë. 180 burgin kërku për 4 qlirimtarë, 80 burg vetëm për Miloševićin, Torpi Mavo, këto janë edhe shqipolsa që ndihmojnë. Prandaj lut Allahun xhaleshanu, inshallah ja bën të mundshëm më liru. Unë me nipat e me këtu po lumë, po sot Jasin ne kem shkuar me këta 2 nipa. Edhe liri për shqiptarët, Zoti ju ndihmoj ndihmë. Imja, sa shumë që të dua, ti je vend gëzimi, ti je nën për mua. Të dua Kosovë, me të bukrin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër.